I dashur publik, ju në gjatë jeta, përsëri jam unë Vudi Gjumshiti nga Kronikët e Barutit, po hym drejt në temë. Zgjedhjet e mbrëmshme të jashtëzakonshme në lidhjen demokratike sapo përfunduan dhe leadershipi i Zotit Abdi Gjiku, i cili në saj të qyteteve tona hulumtuese kishte qenë i përfshirë bashkë me zonjën Osmani për ta përmbytur rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të dhjetorit të vitit 2025, tashtu përballë me një kërcënim serioz të leadershipit të tij, të pozitës së tij të kreut të LDK-s, duke qenë se shiku vrastar në Kosovë nuk e ka në dorë krejtësisht këtë Lumir Abdi Gjikun. Dhe duke mos e pas në dorë krejtësisht zotin Abdi Gjiku, ata ja orkestruan një përpjekje të puçit të brendshëm, kryesisht me njerëz të cilët janë vasal, profiter, përfitues të operacioneve plaçkitse të shikut vrastar në Kosovë. Mirë po, në këtë përpjekje të këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ishte përpjekja për ta instaluar Përparim Ramën në krye të LDK-s. Sepse Përparim Rama është njeri besnik i Samilu Shtakut. Një njeri që përveç që është në listë të zezë amerikane, është i përfshirë në vrasje politike, për të cilën edhe është dënuar nga gjykata, ka mbajtur burg për këto veprime, është dyshohet nga edhe dëshmitar të kohës së luftës se ka vjedhur fondin çlirimtar, dhe veprime të tjera, dhe më i freskëti ishte ai ku ai e sulmoi fizikisht një zëvendësministër të Republikës Kosovës gjatë kohës së zgjedhjeve të qershorit të këtij viti në Skënderaj, dhe kur u thirr nga drejtësia, u përpjek ta rrethonte Skënderajin për t'i shpëtuar drejtësisë me taktika të Milan Radojčićit, duke sjellur buldozhera, bagera, kamiona në rrugë me besnikët e tij. Gjithsesi, le të fokusohemi tek pjesa tjetër. Redaksia jonë në këto 3 javë të fundit e ka shpalosur gjetjet tona hulumtuese dhe tregimet e njëpasnjëshme në seri se çfarë po thot dosja e Hagës për ata të cilët janë duke u përballur me gjykimin e dyshimeve se kanë qenë të përfshirë në një strukturë operative të udhëhequr nga Hashim Thaçi të vrasjeve politike gjatë luftës dhe pas luftës në Kosovë. Dhe ndër shfletimet e fundit që i kemi gjetur janë edhe operacionet orkestruese të izolimit dhe vrasjes së karakterit të liderëve politik apo mbështetësve politik të cilët janë konsideruar si kundërshtar apo si kërcënim për pushtetin e Hashim Thaçit. Sot e kemi Bleron Baraliun, i cili para disa minutave e nxjorri një video në Facebook ku është njeri i cili në sajt informacioneve tona dhe çka redaksia jonë beson dhe burimeve tona që i kemi të informacionit, ka qenë njeri drejt për drejt, besnik i Kadri Veselit. Kadri Veseli ndryshe ka qenë kryeparlamentari i Republikës Kosovës, por edhe ka qenë udhëheqës i drejt për drejt i strukturave të shikut vrastar në Kosovë. Në postimin e tij, zoti Baraliu e paraqet një video të presidentit Rugova, ku nëse nuk do t'i shkruhej titulli Ibrahim Rugova për UÇK-n fillim 1998 dhe populli Drenicës, këta do të dështonin, ta interpretonin se deklarata e presidentit Rugova ka qenë kundër UÇK-s. E vërteta është që deklarata e presidentit Rugova nuk ka qenë kundër UÇK-s, por kjo është atmosfera vrastare që shiku vrastar dëshiron ta krijoj. Kështu shiku vrastar e ka pas krijuar edhe atmosferën urryese ndaj presidentit Rugova, atëherë kur ai shkoi në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi, për ta përballur xhelatin e Ballkanit, pra Miloševićin, me faktet e veprimtarisë së regjimit të tij, veprimtarisë gjakatare dhe gjenocidale në Kosovë. Dhe atë botë, unë e kujtoj si fëmijë kam qenë,
shiku vrastar e ka pas kriju një atmosferë më shumë urrejtëse ndaj presidentit Rugova se sa ndaj xhelatit Milošević, i cili në fakt na e kishte bërë neve të gjitha të zezat. Po nuk është e habitshme pse shiku vrastar ka ndërtuar atmosferë urrejtëse kundër presidentit Rugova, sepse shiku vrastar i ka targetuar besnikët e presidentit Rugova, i ka vrarë ata dhe e ka targetuar edhe presidentin Rugova në sajt informacioneve që i ka redaksia jonë dhe që ne besojmë se kjo është atmosfera dhe rezultati i asaj, për ta vrarë atë në 2 raste të ndara. Dëgjojeni çka po thot presidenti Rugova në cilin video e ka ndarë Bleron Bajraliu, besniku i shikut, apo ndryshe njeriu i drejt për drejt i Kadri Veselit, dhe do ta komentojmë këtë rast. Nuk e di që është një grup i organizuar siç e paraqesin si ushtri, mund të ketë grupe të frustruara, por serbët këtë e përdorin si pretekst dhe mund të jetë lojë e serviseve. Pra presidenti Rugova nuk po emnon UÇK-n si UÇK. Po thot mund të ketë grupe të frustruara. Apo kupton? Kur thot mund të ketë grupe të frustruara, presidenti Rugova po e pranon se për shkak të politikës së tij afatgjate, si udhëheqës i strukturave të shtetit paralel të Republikës Kosovës kundër regjimit gjakatar të Miloševićit, si themeluesi këtyre strukturave paralele dhe udhëheqës i tyre me vizion dhe strategji politike paqësore në mënyrë që ta parandalonte krijimin e arsyetimeve të regjimit gjakatar të Miloševićit për t'i goditur shqiptarët e Kosovës me mjete të dhunës, të cilat presidenti Rugova ishte i vetëdijshëm se Miloševići i posedonte dhe shqiptarët nuk i posedonin, prandaj e ruante këtë strategji të veprimit politik me idenë paqësore, por nuk heqim dorë nga pavarësia e Kosovës nga Serbia. Kur pyetet nga gazetari çka mendon për grupet e armatosura, presidenti Rugova nuk thot UÇK-ja, po thot ka mundësi me pas grupe të frustrume. Domethënë ky është i vetëdijshëm që shqiptarët etnik të Kosovës, të cilët po përballeshin me regjimin e dhunës dhe gjenocidal të Miloševićit, mund ta kenë kapur armën dhe për të vetë mbrojtur nga regjimi gjakatar. Por ai nuk e përmend UÇK-n asnjëherë. Dhe kur flet në pjesën tjetër të këtij sekondari që Bleron Bajraliu ka vendosur ta ndaj vetëm këta sekonda qëllimshëm edhe t'ia qes titrat aty Rugova për UÇK-n, se kjo është rajt, Rugova nuk është të folë për UÇK-n. Kur flet në pjesën tjetër, presidenti Rugova, kur thot se kjo mund t'jetë lojë e Serbisë, këtu ai zbulon diçka interesante, që tash redaksia jone ka marrë vesh, e jemi të e hulumtuar, verifikua tashmë vërtetu, se kemi nxjerrë artikujt tonë hulumtues, ai e nxjerr në pa atë që e kishte ditur më herët. Pra ka qenë ditur nga shërbimet e huaja perëndimore se Hashim Thaçi ishte rekrutuar nga shërbimi sekret francez me qëllim që të shkonte në Kosovë, ta instalonte veten dhunshëm në krye të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Kujtojeni mirë, Hashim Thaçi nuk është themeluesi i UÇK-s. Ai është puçist i UÇK-s me instruksione të shërbimit sekret francez. Dhe në sajt të gjetjeve tona hulumtuese, të cilat na i kemi botu këtë javë, para 2 ditëve. Ja t'ju tregoj edhe artikullin që e kemi nxjerr. Ja një moment. Në artikullin Rruga franceze Hashim Thaçit, ne aty e dokumentojmë se si Hashim Thaçi është rekrutuar nga francezët. Në artikullin Kush e ngriti Hashim Thaçin dhe çfarë mori Serbia në këmbim, ne aty e dokumentojmë krejt operacionin edhe qëndrimin e qartë
të politikës franceze pro regjimit gjakatar të Miloševićit. Dhe një pjesë të mesme të artikullit ne flasim gjithashtu për vendimet politike të vullnetit politik të Hashim Thaqit, të cilat janë në përputhshmëri të plot me agjendën politike franceze për të ruajtur integritetin dhe sovranitetin territorial të Serbisë mbi Kosovën. Dhe Hashim Thaqi për të ardhur në krye të delegacionit shqiptar në emër të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, me strukturën e tij mbështetëse nga shërbimi sekret francez, i cili po e zbatonte një politik operative pro Beogradit, erdhi dhe u instalua në krye të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s me dhunë, duke i vrarë kokën politike dhe intelektuale të themeltarëve të vërtet të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, e cila skajshmërisht fillon edhe me Behajdin Hallaqin. Do më thënë, koka intelektuale, themeltare dhe politike ushtrisë qëllimtare të Kosovës, që nuk është as Hashim Thaqi, as Kadri Veseli, as Recep Selimi, as Jakub Krasniqi, kjo kokë është vrarë nga këta, të cilët janë instalu dhunshëm në krye të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Prandaj këta janë duke u përballë me drejtsinë e Kosovës në Hag. Prandaj këta me njëherë kanë fillu me lëshu komunikata edhe urdhëresa operative për vrasjen e politikanëve, aktivistëve politik, madje edhe njerëzve të aftë ushtarakisht të qeverisë në Mergim të Bujar Bukoshit, e cila ishte e bashkërënduar nën udhëheqjen e presidencës presidentit Ibrahim Rugova. Dhe këta njerëz i kanë dëbuar çdo kënd i cili ka guxuar të shpreh mbështetje për presidentin Rugova. Në raste madje edhe i kanë vrarë ata. Unë e kujtoj si fëmijë e kujtoj porosin pëshpëritse të shumë familjeve që i kanë çuar fëmijët e tyne me luftu në luftë për çlirim, për mi u bashku UÇK-s, ju kanë thonë, mos gabo me përmend që e mbështet presidentin Rugova, mos gabo me përmend që je antar i LDK-s. Pse? Se po të vrajshin. A jeni të e kuptu i dashëm publik? A jeni të e kuptu çfarë atmosfere ka kriju Hashim Thaqi kur e ka marrë drejtimin e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s me dhunë, duke e vrarë kokën politike dhe intelektuale e themeltare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe tash këta e kanë nisë propagandë, jo rastësisht Bleron Baraliu është autori i kësaj propagande. Bleron Baraliu është besniku i Kadri Veselit. Kjo është e konfirmuar. Jo rastësisht ai e ka nisë këtë propagandë për me kriju atmosferë urrejtëse ndaj presidentit Rugova. E njëjta taktik të cilën na e kemi zbulu në një ulëmtim më shumë se një veçar, ku e kemi botu gjetjen tonë hulumtuese me 4 shkurt të këtij vitit, e cila quhet skema e vrasjeve politike të Hashim Thaqit. E njëjta taktik është të përdor ndaj Albin Kurtit, e njëjta taktik është zbatu edhe ndaj meje dhe redaksisë tonë në Londër, ashtu që kemi spjegu skemen e vrasjeve politike dhe skemen e vrasjeve politike të Hashim Thaqit, të cilën ne e kemi zbulu dhe kemi botu me 4 shkurt, e vërteton para shtresa e prokurisë speciale të Hagës, qashtu qysh na kemi raportu, qashtu e vërteton edhe Haga, ja u kanë bë këta patriotëve shqiptar, politikanëve shqiptar, aktivistëve politik, luftëtarëve të lirisë,
gazetarëve dhe kanë bërë 2 herë tentimvrasje ndaj presidentit Rugova. Në një hulumtim të mëhershëm, vetëm një moment ju nxjerri, ku quhet Rugova, Miloševići dhe pamja që gënjeu pa u falsifikuar. Në këtë hulumtim, na e zbulojmë e dokumentojmë me regjistra të Hagës, me dokumente ndërkombëtare të mediave të besueshme, të cilat kanë raportuar atëherë me gazetar rezident në rezidencën e presidentit Rugova, e spjegojmë se qysh struktura kriminale e Hashim Thaqit o munu me avra karakterin presidentit Rugova, duke gënjur vetëdijshëm se presidenti Rugova pas ka shku me taku Miloševićin me vullnetin e tij politik. Dhe na e çmontojmë atë rën edhe dokumentojmë të vërtetën çysh është. Edhe kemi nxjerrë reportazhin tonë. Pastaj, duhet ta kemi të qartë. Që shiku vrastar është ende operativ. Dhe tash, me këtë operacion të përpjekjes së vazhdueshme të vrasjes së karakterit të presidentit Ibrahim Rugova, kjo është përpjekje për me ngjiz propagandën e emërtimit të karakterit të presidentit Rugova si një president anti-UÇK, dhe duke qenë se propagandën e rrenave tyne e kanë bo përditshmëri deklarative kundër Albin Kurtit duke gënjur se ky është anti-UÇK, këta nëse Abdigjiku tash pranon ose konsideron me i përdor çat pak besim që kanë dhënë qytetarët e Republikës Kosovës gjatë zgjedhjeve të qershorit për me e konsolidu institucionet e Republikës Kosovës edhe me zgjedh presidentin, se këtu e kanë frikën shiku vrastar. Shiku vrastar është tut mos po e konsolidon qeverin Kurthi, edhe mos po e zgjedh presidentin, edhe këta ta na smujnë me nalë mo. Smujnë me nalë reformën drejtësi, smujnë me nalë përparimin e politikave të zotit Kurthi për ta shkëputur Kosovën nga Serbia, sepse kuptojeni, shiku vrastar e ka për mision me e mbajt Kosovën mrena kthetrave të Serbisë. Shiku vrastar është mekanizëm i strukturës kriminale vrastare të Hashim Thaqit, i cili është përdor për zbatimin e agjendës së tij politike për me e mbajt Kosovën nër Serbi. Kjo kujtoj disa detaje. Shiku vrastar me urdhëresat Hashim Thaqit, derisa e kanë detyru presidentin Rugova me u dorëzu, e kanë kërcënu me vrasje për me leju Rugova që Hashim Thaqi me qenë kreu i delegacionit shqiptar në Rambuje. Pse kanë bo këtë taktik shërbimi sekret francez me shërbimin sekret serb, duke e përdor Hashim Thaqin si marionet? Sepse këta e kanë ditë që me të qenë kreu i delegacionit shqiptar Ibrahim Rugova, ai nuk do të pranonte në nënshkrimin e një dokumenti të Rambujes i cili e garantonte dhe afirmonte integritetin dhe sovranitetin territorial të Serbisë mbi Kosovën. Por për ta gjetur një udhëheqës të delegacionit shqiptar i cili do ta nënshkruante një dokument të tillë, duhet të ishte Hashim Thaqi, sepse këta kishin kontroll mbi Hashim Thaqin. Prandaj këta e kanë kërcënu me vdekje edhe atë dhe strukturën e tij, që nëse thojnë diçka kundër, këta kanë me u vra. E tash, çka ndodh? Kur ndodh kjo? Kjo ndodh pikërisht masi që presidentit Rugova i është orkestruar situatë e marrjes në peng nga regjimi gjenocidal i Miloševićit për ta paraqitur atë si njeri që vullnetshëm po shkon me taku Miloševićin edhe me a thy besueshmërinë e publikut shqiptar të Kosovës ndaj tij. Dhe propaganda ka qenë e madhe. Vetëm një numër i pak i njerëzve kanë besu
ose e kanë konsideru që a i mbase ka qenë peng. Për kur redaksia jonë tash i ka shfletu dosjet e tribunalit ndërkombëtar të Hagës për krimin e Jugosllavi, e ka kuptu qartësisht që ajo ka qenë situatë orkestrume, por edhe ka qenë e qëllimshme që shtabi i përgjithshëm i ndërmarrjes së përbashkët kriminale të Hashim Thaqit e ka pas plan për mia damkos, mia vra karakterin presidentit Rugova, në mënyrë që këta me mujt pastaj me fitu besueshmëri publike. Qysh e dini, për 20 vjet rresht, Hashim Thaqi ka zbatu politik pro-serbe në Kosovë. Krejta marrëveshjet ndërkombëtare janë në favor të Serbisë. Tu janë nis prej lejimit të veriut Kosovës me qenë në dur të Serbisë, një deklaratë që ky vetë ka paston të ura Ibrit në vitin 1999, dhe pas asaj deklarate në mes natës 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000 u patën dëbu 11.364 shqiptar për veriut, u patën vrarë 11 të tillë, edhe pastaj kanë vazhdu operacionet e tij vrastare me vrasjen e luftëtarëve të lirisë, me vrasjen e gazetarëve, me vrasjen e politikanëve, besnikëve të Rrugovës kryesisht, kokave intelektuale dhe politike të LDK-s, dhe 2 tentim vrasje të dështuara ndaj presidentit Rugova. Dhe kur në vitin 2018, Hashim Thaqi ishte marrë vesh me Putinin dhe me Vučićin për mia dhënë veriun e Kosovës Serbisë, aleatët perëndimor fillon me vepru ndryshe, edhe i thënë ka dalë se në të kena thonë që do të kursejmë prej drejtësisë, a mo ti po do me që Kosovën në orbitës të Rusisë, edhe krap jashtin në kleçkën. Tash përballu me ndërmarrjen tonë të përbashkët kriminale, ku ti zotni ke qenë udhëheqësi krejt kësaj maskarallëku. E çka do po tash shiku vrastar, është të mënu me vra karakterin e secilit që e flet të vërtetën. Përfshirë përpjekjen e tyre të vazhdueshme për me fundos LDK-n, edhe pse kanë shkatru kështu. Sakatose kanë. Nuk po them që Abdi Gjiku është i pa komprometueshëm. Ai shiku ka kompromat në Abdi Gjiku, ne e dim se redaksi. Ne e dim se redaksi dhe jemi duke u përpjekur të gjejmë materiale dokumentuese të asaj situate. Mirë po kanë aq sa për t'i migulluar punët. Nuk kanë mjaftueshëm sa që ta kontrollojnë krejtësisht. Edhe frika aty në është që duke qenë se Abdi Gjiku është përballur me kërcënimet e vazhdueshme të një pas njëshme, të përpjekjeve manovruese të shikut për t'i zbatuar politikat e LDK-s në interes të shikut vrastar dhe interes të Serbisë, Abdi Gjiku shpesh është nervozuar dhe ju ka përplas dyert. Dhe duke qenë se ky është në këtë gjendje, shiku e parashes si person relativisht problematik edhe gati të pamundshëm për me kontrollu. Kush është person krejtësisht i mundshëm për me kontrollu, është Përparim Rama. Përparim Rama është deri në fyt kompromate gjatë kohës se ka qenë kryetari i komunës, është i komprometuar gjithanej edhe këtu në Londër, që e dim na, edhe rrjedhimisht nëse Përparim Rama do të instalohej nga shiku vrastar në krye të LDK-s, këta do ta kontrollonin tërësisht LDK-n. Dhe Kosova nuk do të mund të konsolidonte institucione as gjë të presidencën. Po në rast të se që frikën këta e kanë, ju ik nga dora e kontrollit Abdi Gjiku, këta kanë frikën që Kosova ka mu konsolidu me institucione, me presidencë, reformat kanë me vazhdu, edhe këta kanë mu përballë me pasojat e veprimeve tyne të gabume, veprime klandestine, antikombëtare, pro Beogradit, të cilat janë faktikisht tradhti e me të cilat ta duhet mu përballë herë do kur. Por këta duhet mu përballë edhe me vrasjen sistematike të shqiptarëve që i kanë vrarë, prej kur ka ardhur Hashim Thaqi u instalu në krye, dhunshëm në krye të shtabit përgjithshëm të UÇK-s me ndërmarrjen e tij të përbashkët kriminale, dhe ka vazhduar
rrugtimin e tij të valës së vrasjeve. Mos harroni, lexoni artikuj ton hulumtues lidhur me dosjen e Hagës, sa është jetësisht e rëndësishme. Për ju që keni ardhur më vonë, po e lëshoj edhe një herë videon për m'ia shpjegu çysh po mënohen këta me manipulu situatën e karakterit Rrugovës. Sekrete serbe, siç bën tash në Drnice. Nuk e di që është një grup i organizuar siç e paraqesin si ushtri, mund të ketë grupe të frustruara, por nuk e di se është grup i organizuar siç e paraqesin si ushtri. Është gjuhë diplomatike dhe krejtësisht e kujdesshme për me u përpjek me shmang, me i dhënë arsye Miloševićit për me pru mjete shtesë të teknologjisë tyne ushtarake edhe forcave tyne operative për me bëjë gjenocid ndaj popullit. Kjo është shumë deklarat e maton dhe diplomatike që e ruan kauzën e tij paqësore të rrugtimit për pavarësi, pozitën e tij, por gjithashtu e ruan edhe popullin nga pretekstualizimi i propagandës e Miloševićit. Vazhdojmë ta dëgjojmë atë tje. Serbët këtë e përdorin si pretekst dhe mund të jetë lojë e serviceve sekrete serbe, siç bën tash në Drnice. Që është Apo kuptoni? Mund të jetë lojë e shërbimeve sekrete serbe. Ky ka njoft shumë mirë shërbimet sekrete serbe dhe ka kuptuar ç'është kanë lujt. Dhe kur thot mund të jetë lojë, ky vetë se ka qenë informuar nga aleatët perëndimor se ndërmarrja e përbashkët kriminale e Hashim Thaqit ishte rekrutuar nga serbët nëpërmjet shërbimit sekret francez për ta bërë puçin vrastar ndaj kokës themeltare politike intelektuale të vërtet të UÇK-s, ku vritet edhe Ajdin Hallaçi. Hashim Thaqi, pra ndërmarrja e tij e përbashkët kriminale, nuk ka qenë themeltare UÇK-s, ta dini mirë. Ky njeri ka dhënë urdhër edhe të mos lëshohet komunikat nga shtabi i përgjithshëm për rënien heroike të familjes Jashari më në krye me komandantin Adem Jashari. Dhe ky njeri me urdhëresa dhe instruksione të shërbimeve cilave ky ju ka shërby dhe asgjë shqiptare e kanë përemëruar qëllimshëm emrin e familjes Jashari, komandantit të tyre Adem Jashari, si legjendare. A dini çka janë legjendat? Legjendat janë mite, janë ngjarje që s'kan ndodhur. Adem Jashari nuk është legjendar. Adem Jashari dhe familja e tij, heroike, janë herojë të vërtet të luftës tonë për shtërim. Nuk janë legjendar. Nuk janë legjendar. Për një fakt të pakontestueshëm se ata kanë ekzistuar, kanë frymuar, kanë folur dhe vepruar shqip me grykën e pushkës kundër armikut Serbis. Ta keni të qartë që operacioni i manipulimit të narrativës për me përemëru familjen e komandantit Jashari si legjendare është që me met në histori si diçka që ndoshta s'ka ndodhur. Ajo është fakt që ka ndodhur. Prandaj nuk është legjendare, nuk është mit, është e vërtet se komandanti i vërtet, i pakontestueshëm, i verifikueshëm, patriot i vërtet i ushtrisë shërbimtare të Kosovës ka qenë dhe mbetet Adem Jashari dhe familja e tij. Kjo është e vërteta dashur publik. Kontestojeni, vëjeni para pikpyetje, refuzojeni operacionin e shikut vrastar. Shiku vrastar është instaluar dhe dizajnuar për ta përmbytur Kosovën dhe për ta mbajtur atë nën kthetrat e Serbisë. Dhe ata janë rrezik ekzistencial për Republikën e Kosovës dhe për kombin tonë. Mos harroni, abononi me Kronikat e Barutit, sepse ne do t'ua tregojmë vërtetën edhe atëherë kur është e dëmshme. Miru pafshim në paraqitjet e tjera.